Gjermanët vijojnë të japin goditje të forta kryeministrit Rama, pas Bild dhe mediave të tjera që rrëzuan propagandën e antarësimit. Mediat gjermane kanë bërë një dokumentar, i cili shkund nga themelet qeverinë Ramës. Sot në Arte TV do të transmetohet dokumentari Drog, Dollar, Diplomaci, vallja e Shqipërisë me BE-n. Vetë media gjermane shkruan se në këtë dokumentar i hedh një vështrim Shqipërisë, një vend që konsiderohej prej kohësh i izoluar dhe në shumë mënyra ende një mister. Kryeministri Edi Rama ka 11 vite në detyrë dhe e gjen veten të kapur mes politikës së rrept të brendshme dhe shtytjes për vlerat europiane. Ndërkohë që protestat kundër një regjimi gjithnjë më autoritar po zhvillohen në rrugë, Shqipëria po tërheq njëkohësisht miliona turistë në plazhet dhe malet e saj. Sidomos pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia, pranimi i Shqipërisë në BE konsiderohet i rëndësishëm. Por cili është realiteti në terren? A është Shqipëria gati për Evropën dhe Evropa për Shqipërinë? Thuhet në faqen e televizionit. Pjesë nga dokumentari. Shqipëria deri në fillim të viteve 90 ishte një Kore e Veriut në Europë, e izoluar nga lindja, ashtu edhe nga perëndimi. Që nga viti 2013, kryeministër është Edi Rama. Puna e tij karakterizohet nga politika e brendshme rigoroze nga njëra anë dhe politika e jashtme orientuar drejt perëndimit nga ana tjetër. Por ndërsa krerët e qeverive evropiane lartësojnë Shqipërinë në samite prej vitesh, në parlament dhe në rrugët e Shqipërisë, ka protesta të ashpra kundra një regjimi gjithnjë më autokratik. Qeveria e kryeministrit Rama akuzohet për favorizim dhe e përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogës deri në nivelet më të larta. Vendi është kandidat për antarësimin në BE që nga viti 2014. Për të kundërvënë vendeve agresive si Kina dhe Rusia, BE-ja duhet të jetë e gatshme të mbyllë syt për deficitet në lidhje me demokracinë dhe lirinë e shtypit. Nga kjo përfitojnë tani kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe klika e tij. Por çfarë lloj vendi është ky, që nga njëra anë, në vitin 2023 tërheq çdo vit më shumë se 10 milion vizitorë në plazhet dhe lumenjtë të tij malor, ndërsa nga ana tjetër, përpara antarësimit në BE, ka shpenzuar miliona euro ndihma. Shqipëria është e vështirë për të kuptuar. Në fund mbetet pyetja: a është Shqipëria gati për Evropën? Dhe a është Europa gati të pranojë një vend që është i përfshirë nga protesta masive dhe struktura mafioze?